punën, me lëshu punën më kujdes për fëmijët, sepse ja krijon një ambient më të mirë. Por momentin kur fëmijët rriten, i bën 5-16 vjet, mas 5-16 vjetë që ka lind fëmia, më prindi nuk është i përshtatshëm për tregun e punës, dhe e ke shkatërru, e ke qitë në depresion, sepse nuk ka më familje të mëdha që mund të më përdor me kujdes gjyshja apo gjyshja. Pra jemi në një situatë ku duhet me mendu edhe këtë pjesë, por edhe pjesën ekonomike. Pra, çfarë kapacitete ekonomike po bëjmë? Ju shihni bjeshtë e Rrugovës, bjeshtë e Istogut, bjeshtë e Brezovicës, thot, asnjë investim. Rruga për Rrugovë mizerje, rruga për Pejë mizerje, tana rrugët, katastrofë. Pse? Sepse nuk ka një ide strategji zhvillimore. Ku shkojnë njerëzit tonë? Veç këshyre, për Bajram. Thot Kosova, dikush Greqi, dikush Maqedoni, dikush në Shqipni, dikush Malzi. Në Kosovë thot, bjeshtë tona thot, miliona euro, miliarda euro, edhe paniku që kanë kriju, për shembull. Rrëja shtetërore e timit, konfiskimit, njerëzit që kanë ble banesa, që ka punu në Zvicër, në Gjermani, jashtë orarit punës, i ka morë do pare në gjep pare dhe ka ble një banesa, ata e në terrorizum njerëzit. Po këqynë që shmishit. Edhe po ble në Shqipni. Po në Shqipni janë 1 miliard euro ju investu në Shqipni, sepse i kemi tut njerëzit. Nuk është të vërteta e që po thonë. Jo me biroja smurët kur gjo me bove? Po terrorizojnë njerëzit. Po njerëzit janë të friksuar se qatë pasuni e ka, qatë banese ka. Qatë pare ka investim jetësor. Edhe nëse ti çdo ditë i thu, konfiskim, ai ka më terrorizu, ka më tut. Ajo ka më marrë me krimin e organizuar, s'ka më marrë me qytetarë të thjeshtë. As me krim të organizuar, bra, ajo ka me... Po s'jemi në një vend që kemi as i krimit të organizuar. Ideja, unë kam propozu për herë të parë në Biron Shtetëror të Hetimit, edhe adim pse. Sepse ka qenë në kuartë të dështyres e kryeministrit Hashim Thaçi, task forca speciale kundër korrupsion, ka qenë kundër ligjore dhe kundër kushtetuese dhe është përdor politikisht prej kryeministrit. Çajo ka qenë ideja, me hek për aty me bëni strukturë ligjore e cila merret me çat punë. Po nuk ka qenë ideja me konë ajo instrument mbi këtë instrumente shtetërore. Në vend i vogël jemi na njohim krejt njëri tjetrin çka ka, ku ka sa lugë ka në shtëpi. E po don me boti task forca speciale, po don me boti Biro, prokurori speciale kundër krimit, çfarë krimi, ku është ai çfarë krimi? Ku? Vendi vogël o ky, na njohim njerëzit se ku i kanë investuar në Shqipni. Në Shqipni nuk të vesin ku i kemi. Në Malzi. Kjo është e sigurt. Po dhe pra, ne jemi të bo vendin jo konkurus në ekonomi, jo konkurus në politik, jo konkurus në integrime evropiane, jo konkurus, na kemi qenë avantazh, na kemi qenë avantgard për krejt rajonin. Edhe në politikë, edhe në demokraci, edhe në integrime evropiane, edhe në ekonomi, edhe në rroga. Ndërsa kemi met mbrapa 10 vite, 7 vitet e fundit. Edhe që kjo, prap jam ka thëmë, amrin, edhe prej feedbackut që e ka e merë në teren, edhe prej aktiviteteve që e keni, a fituat vota të premtu zgjidhja afat gjatë edhe projektet mdoja, apo s'poku, apo e nahime një farë kurthi që pe cilit stilit. Jemi në kurth. Fatkesisht jemi në kurth, na i ka dhonë 100 euro, mi ka dhonë se unë i kom 3 fëmijë të vogël, 2 pleq, 500 euro, 600 euro, 700 euro, kom gruan shtatzon sa po ka lit një fëmijë dhe 500 euro tjera, mi ka dhonë 1200 euro, ato 1200 euro harxhohen menda mujt, ndërkohë që cili ka me kon progresi i fëmijëve tu, i pleqve tu. Fëmijët kanë shkuar në shkollë të keqe, i ekonomisë, cili ka me qenë stabiliteti, cili ka me qenë siguria ekonomike. Problemi është se nuk po mrrim me qitë që diskursi të debat publik, po mundohem. Sinqerisht po mundohem, isha në debat tjetër në televizion, a i qutë në 3 nënshkrime, a janë konë 15 nënshkrime për vjosën as janë konë, po qka ka lidhe janë konë as janë konë? Kuj për intereson ma janë konë as janë konë? Na jemi zgjedhje, ajo u lype e trajam na, pse ja qutë, pse si ja qutë, po qka ka lidhje? Jemi zgjedhje, krye për zgjedhjet 51%, pra vetë vendosja Albin Kurti, nuk ka qenë gjendje me kryu kompromis, nuk ka qenë gjendje me gjetë një zgjidhje. A nuk ka dosht, a u koni pa oft, a cila është arsyeja nuk e di. A ju keni lyp shumë, këtë s'ka lidhje... S'ka lyp kërkush kur gjo, se e përthe s'kan lyp kur gjo. Apo kupton, për del vetë, përthe s'kan lyp kur gjo. Ku problemi? Pra, kur për më pysit njerëzit në teren, për më thonë, pse po shkojmë zgjedhje? A beson se nuk dimi çka me thonë? Çka i thu? Kur të thotë dikush, pse po shkojmë tripal zgjedhje me në një vit e gjys? Çka me thonë? Edhe pse po projektohen zgjedhjet tjera anëtor? Tash kjo është... Cila është arsyeja? Kjo është problemi tjetër. Seriozisht janë edhe i parë zgjedhja. Për çka? Pse duhet me konë edhe i parë zgjedhje?